Julian Roche, me numër 24, Kujtim Mujkoni, me numër 25, Jalen Johnson, me numër 35, 30, Ketro Puljan, dhe me numër 99, Adonis Thomas, trajneri e ekipit Vujan Lukca. E tani, për ekipin ton, mi presim kapitenin ton, me numër 37, Jetmir Zaqire! Me numër 4, Talep Qiz! Me numër 6, Ral Ukaj! Me numër 7, Rezan Melike! Me numër 8, Rën Plova! Me numër 9, Jens Zaqire! Me numër 10, Alex Hunter! Me numër 13, Shekman Jules! Me numër 23, Renat Suleimani! Me numër 34, Amir
një këqirve të Borës. Shojmë edhe rosterin sa i përket skuadrave të Borës dhe Ravecit, ndërsa kur fjalet tek pesëja startuese, Bora do ta nisë këtë takim me Qiz, Mehmetin, Hunter, Gjuls e Zeqirin, derisa në anën tjetër Rugova, Umpik, Johnson, Pullian dhe Regja është pesëja e skuadrës Ravecit. Sa i përket tabelës deri më tani në Superligën e Kosovës në basketball dhe startit të këtij viti kalendarik 2026, Trepça vazhdon të jetë në pozitën e parë. Bashkimi që në pjesën më të madhe të sezonit ishte në krye të tabelës, tani më ka rënë në pozitën e dytë e skuadrat në fjalë janë në pozitën 5 dhe 6 Bora dhe Raveci. Për këtë arsye edhe është mjaft signifikante një fitore për njërën apo tjetrën sonte këtu në palestrën një tetori në Prishtinë. Do të përmendur që të njëjtën kohë, në të njëjtin orar, do të zhvillohet edhe ndeshja në mes të Trepçës dhe Yllit. Pardon, një lapsus jemi, zhvillohet pra këto ditë Kupa e Kosovës në basketball dhe në orar sot kemi 2 ndeshje, ndërsa nesër zhvillohen edhe 2 takime tjera ku do të përballen vllazënimi Sigal Prishtina, një revansh nëse mund t'i themi, dhe Bashkimi kundër Pejës që llogaritet edhe ndeshja ndoshta bashkë me këtë sonte Trepça Ylli ndër më interesante për të përcaktuar skuadra që do të vazhdojnë tutje. Shojmë nisë kjo sfid. Akcioni parë për skuadrën e Ravecit. Ndoshta për shikuesit në shtëpi do të mund kishte qenë përzgjedhja e ngjyrave të fanelave pak më e dukshme, por gjithsesi Raveci me fanelat të blu, ndërsa Bora që luan me fanelat e bardha. Shojmë aksionin tani të Ravecit, një pick and roll dhe vjen Treshja me njerë nisin me një 3 pikësh Musafirët. Duan të kundër përgjigjesh në anën tjetër vendasit pas sukses. Aksioni radhës
Tërhiqet me një step back aty, por nuk ka treshe përsëri për skuadrën e Ravecit. Njerë janë Bora tani në aksionin e radhës. As pas tentimit të dytë aty Jules dyherë tentoj. Super deportim ky. Pikët e Pullian. Krijojnë këtë përsi fillestare prej 5-0 skuadra e Ravecit. Ndalët aksioni tani Rugova aty me njerë. E lëshon topin për playmakerin e Ravecit. Rugova, mirë po i rëshqet topin, nuk arrin ta kontrollon deri në fund. Ja, zakonshme ende nuk po arrin të shënojnë pikë skuadra e Borës edhe pas gati 2 minutave gjysmë nga fillimi i takimit. Vazhdon kjo e përsi prej 0-5 për skuadrën e Ravecit. Përmirëson Hunter pas tentimit par. Pa sukses shumë nga Zeqiri. Këtu kemi gabimin e hapa më pas të Johnson. Erdhen pra pas gati 3 minutave pikët e para për skuadrën e Borës. Bukur atë arrin që depërton Qiz. Rugova. Kemi faulin. Ta shohim këtu. Shohim Rugovën, bine gjuajtjeve të lira. Nga më herët gabimin hapa i Johnson i Ravecit, tani njëjtin gabim, por që shkaktohet nga lojtari i Borës. Shohim Pullian. Rugova. Mundohet në dalet aty për pak qaste, por me gjithat arrin bane ekuilibrin dhe kontrolin e topit deri në fund me pikët e radhës.
A e përmirëson tentimin e fillestar të Qis për 3 pikë Zeqiri nga afërsia. Gabim tani në anën tjetër nga Johnson, duhet thënë kur jemi gati në gjysmën e qerekut, në përgjithësi pak pikë janë shënuar. Mjaft gabime nga 2 skuadrat. Ishte i vetëm në cep aty, por nuk ka treshe, 0-3, janë bora jashtë perimetrit. Në anën tjetër, tranzicioni shpejt dhe Rugova që faulot, por për pak nuk arrin që nxjerrë edhe pikët në atë situatë. Në që bora deri në këtë moment diku tek 30% që është sa i përket efikasitetit nga loja. Zeqiri Hunter Sen pasimin aty, por Ukaj nuk shënon. Marin topin në mbrojtje tani Raoveci. Një pull-up për 3, por nuk ka pik me gjithat. Rikuperon topi Rugova. Nuk pati treshe këtu për Raovecin. Ukaj largon topin në Regja aty. Ishte ndalu loja për shkak të faulit, edhe pse pati një mini protesta, them, nga Bardh Regja. Mbrojtje e mirë tani. Dhe dalje në këtë fast break, duke shënuar Raoveci dhe me përsin momentale detyrojnë trajnerin e Borës që të kërkoj time out. 6-12, 6 pike përsi për Raovecin, cilët vazhdojnë të mbajnë avantazhin nga fillimi i ndeshjes.
E përshojmë edhe statistikat momentale të Rrugovës. 5 pikët e tij nga 12 pikët e Ravecit. Oti. Kemi faulin. Nuk pati treshe për Otin, por përmirësojnë bashkëtarët e tij nga afërsia. Parton efikasitetit jashtë perimetrit. Në fakt për të dy skuadrat. Raveci ashtu kështu janë 1-5, 0-4 Bora që marrin tani topin në mbrojtje. Arrin ta zotrojnë topin aty Raveci dhe fauli i Hunter. Rrugova gabon pasim Hunter, shkon vetë deri në fund, por ato që ndërta do duhet ishin pikë të lehta në atë dalje 1-1. Fundi aksionit arriti të lirojë nga topi aty Zeqiri, por nuk pati edhe pikë. Kemi timeoutin pas ati gabimit fundit ja këtu Rrugova që e arriti topin, por pot e rëshqiti këmbadja dhe shtë shkelur vina autit 8-12 nga timeouti i fundit, apo para këtij në fakt. U shënua vetëm një 2 pikësh nga Bora. Era 2 minuta e gjysmë, kemi 2:19 më sakt deri në fund të çerrekut të parë. Oti nuk ka pikë për Borën. Shkëputet për këtë tentim për 3. Nuk arrin të rikuperon topin aty pas tentimit për 3 nga Umpig Rosh.
Në anën tjetër Jules me këto pika e 4 personale afrohen tajnë në rezultat në vetëm 2 pikë diferencë skuadra e Borës me 1 minutë e gjysmë deri në fund të çerrekut. Nuk shënoj asnjërin nga 2 gjuajtjet e lira aty. Thomas paraprakisht, ndërsa shojmë topi që rikuperohet në sulm. I vetëm i pampulluar aty Kukaj, por prap nuk ka treshe për Borën. Tentimi i Jupit në anën tjetër. Dal ta them një thatësi prej disa minutave pa pikë për skuadrën e Ravecit, tani me këtë treshe duke dërguar në 5 e përsin. Kemi pikë me faul. Shojmë asistimi i Ukajt për Jules. Mbyllet çereku i parë në fund 2 pike përsi për skuadrën e Ravecit. A e din qa, kom vendosur me andru tekstin këngës. Kusht ka thonë ty m'bank me shku, ka gabu, hape llogarin ti këtu, ngam ti vu. Hape llogarin në bankën për kredit 100% online me nënshkrim digital dhe zgjat pakën që të përshtatet ty. O ish breski nevoj për këtë punë bankë me shku? Ngam ti vu. Banka Pro
Fillon qereku i dytë. Raveci nisën me 2 pike përsi avantazh cilin e kontrolluan gjatë qerekut të parë, i cili maksimalisht shkoi deri në 6 në një moment. Pullian. Dërgon një pasim atje, por luftohet për topin 2 sekonda deri në fund të këtij aksionit. Qiri shkon deri në fund, të shënon aty pranë Thomas. Nuk ka pik tani për Ravecin. Berisha ishte me quajtje për 3. Gjithë nga kjo akcion e pamë tentoi jashtë perimetrit Hunter. Poti që shkoj deri në atë depërtim në sekondat e fundit të aksionit, në fund u faulua. Shojmë në vinë gjuajtjeve të lira Hoti. Shënon në tentimin e dytë. Sjellën tani aksionin e radhës të Ravecit. Ejupi. Shtë loja, duke se ka pasur faul.
Shohim me Jupi në vinë gjuajtjeve të tjera. Ishte sakt në tentimin e parë. Nuk shënon në gjuajtjen e dytë, por edhe pse arrin topin Rugova, rezulton se është kthyer në gjysmëfushën e Ravecit pas një prekje të njëri prej lojtarëve të Ravecit. Do të nislohe me këtë inbound 14 sekundë për Burën. Gjuajtja për 3. Vazhdojnë të kenë efikasitet të ulët jashtë perimetrit skuadra e Burës. 0-8 pas kësaj gjuajtje të fundit. Në tjetër e Jupi që pikërisht në mos ka bëjnë një tjetër mënyrë shënoj edhe treshën e parë. Marin topin tani Raveci, e dalje shpejt, gjuajtja për 3, por nuk pati pik aty e Jupi. Taktikisht në atë faul tani taktik e ndal atë tranzicion të skuadrës së Ravecit të Burës. Hunter. Është personalja e parë e Berishës. Hunter për herë të parë në vinë gjuajtjeve të tjera, Conte shënon të dy tentimet dhe kemi barazim të rezultatit tani 19-19. Ishte i vetëm aty, kishte kohë të rregullohet. Pullian shënon këtë treshe. Nuk shënoj aty edhe pse arriti të depërtoj mjaft mirë deri pranë kushtit Ukaj. Në tjetër shohim e Jupi që mundohet ta dëshonat pasim në fund për Roach, por është dobuar topi jashtë. Kanë 13 sekunda për këtë aksion skuadra e Ravecit. Pullian kësaj radhe nuk shënon, por po besueshme. Roche nuk shënon nga afërsia pas topit të rikuperuar.
Da loja aty, fauli I Rrugovës. Rrugova që ende nuk shënoi pikë në këtë qerek. Këto 5 pikët janë nga 10 minutë që I parë. Nuk shënoi gjuajtje në dytë. Qiz, por topi që rikuperohet pastaj dhe vinë pikët e Borës. Edhe njerë të ishe e parë në këtë takim pas 9 tentimeve jashtë perimetrit. Në fakt me qenë se gati gjysmën e apo 1/3 e të gjitha gjuajtjeve nga loja, Bora I kishte jashtë perimetrit, kjo edhe dëmtonte pak efikasitetin e tyre në aspektin e efikasitetit nga loja, por shohim tani një momentum ky cili krijohet nga Bora duke marrë epërsinë për herë të parë. Kemi ndrim të 2 fish tek skuadra e Borës. Kthehet Hoti dhe Gjullës. Shohim Pullian në vinë gjuajtjeve të lira për herë të parë në këtë ndeshje. Nuk shënon në tentimin e parë, por ndryshe deri në këtë moment ka 7 pikë. Dhe bashkë me Jupi janë 2 realizatorët më të mirë tek skuadra e Ravecit. Shëllon në tentimin e dytë. Për ndryshe rezultati I ngusht, në fakt ishte deri diku edhe një pritshmëri për këtë takim. Po të shohim, kemi goxha këtu deri në fund dhe
Aty lufton Hunter për ta marrë topin. E më pas pikët e shënuara duke u fauluar edhe Qiz. Cili shënon edhe atë ndruan gjuajtje në lirë shtes. Edhe njerë 2 pikë e përsia e Borës. Sa pasimi aty pa Regjan. No look pass nga Pullian dhe barazohet rezultati 28-28 me diku pak mbi 3 minuta 3-5 sekonda më saktë deri në fund të çerekut të dytë të pjesës së parë. Përndryshe të 2 takimet paraprake që ishin zhvilluar në mes të këtyre 2 skuadrave këtë sezon. Secila pa të arritur që të marrë fitore. Interesant është që secila pa të shënuar fitoren si musafir gjatë vitit kalendarik 2025. Edhe njerë kemi pikër aty me faul. Shojmë dëpërtimi i Hotit. Pullian. Ky tentim nuk ka pik aty. Me topin Hoti në mbrojtje i 2 fishuar Arin. Dal me një pasim përpara për Hunter e faulohet më pas Ukaj. Shënohen 2 gjuajtje të lira për e përshtim prej 3 pikëve. Ishte e përshtia më e lartë e Borës edhe më herët e krijuar gjatë këtij çereku. Johnson
Blokada aty e Jules. Marrin topin Bora. Shojmë njerë aty Amin Hot, apo siç e kanë shqipruar Amin Hoti. Hunter rikuperon topin. E dalja e shpejt në anën tjetër. Dhe pikët e Julian Roche. Tjetër tentim për 3 i pa suksesshëm, por pas tentimi Qojnë Pullihan në vinë gjuajtjeve të lira. Pak më parë shënoj 2-2 të 2 tentimet. Edhe kësaj radhës të sakt. Kemi një tjetër barazim të rezultatit 34-34 me 30 sekunda deri në fund të pjesës së parë. Ndaljet loja aty. Deri në përfundim të kësaj pjesë të parë, Amin Hot do ta quajmë Amin Hoti, ndërsa në pjesën e dytë ashtu siç edhe e ka realisht. Jules, Johan për 3, vjen treshja. Shojmë në anën tjetër, tentojnë të kundër përgjigjen Raveci aty në fund, por gjithsesi pjesa e parë do të mbyllet me epërsin për skuadrën e Borës. Loci ka kërkuar time-out të gjysmë sekundit deri në fund. Në çerekun e dytë dukshëm u zgjuan Bora. Kujtojmë çereku i parë u mbyll me rezultat 15-13 për Ravecin. Derisa arritën jo vetëm ta shkrin disavantazhin ashtu kështu që ishte i vogël vetëm 2 pikë, por krijojnë tani e përsi prej 4 pikëve me gjysmë sekondit deri në fund. Shojmë a do të arrijnë eventualisht ta shfrytëzoj këtë gjysmë sekondëshi për gjuajtur skuadra e Ravecit,
Qereku i dytë 25-19 për Borën. Është njëra prej 2 ndeshjeve të Kupës së Kosovës që po zhvillohet sot në të njëjtën kohë. Takimi tjetër është ai në mes të Trepçës dhe Yllit e nesër zhvillohen në 2 ndeshje tjera. Mbyllet koha dhe kështu edhe pjesa e parë 38-34, pra e përsia prej 4 pikëve për skuadrën e Borës që rikthehen në rezultat dhe në e përsi në qerekun e dytë. Të parim një pushim të zakonshëm prej 15 minuta për të kthyer me pjesën e dytë nga palestra Një Tetori.